Po, me thënë drejtën, mbase duhet pyetur Partia Demokratike për këtë gjë. Jo, si e vlerësoni ju, si e shikoni ju këtë ndryshim të qasjes së? Ajo që unë di të them është që nuk është surprizë as pak. Në vazhdimsi Partia Demokratike ka patur tendencën e para për të mësuar ligje që janë 100% për afrim legjislacionit shqiptar me atë Bashkimit Evropian, ka patur vazhdimisht, si të thuash, investime në dëm të rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian me deklarata, me dezinformime, me informacione krejt pavërteta. Kjo është një frymë e cila është vënë re edhe në takimin në Strasburg, sikurse e thash, ndërkohë që Partia Socialiste nuk ka ndryshuar qëndrim, ka qenë e njëtrajtshme, ka qenë shumë e qartë në çfarë, si të thuash, kemi arritur me konsensus në rezolutën që miratuam në kuvent, ka qenë shumë e qartë gjithashtu edhe në mbajtjen e të njëjtës linjë në kuadër të këtij konsensusi, si një mesazh ky edhe politik për të dhënë një lloj stabiliteti, por edhe për të konfirmuar edhe një herë tek Bashkimi Evropian që 92% e shqiptarëve mbështesin Bashkimin Evropian dhe që Partia Socialiste është e angazhuar për të bërë gjithçka duhet mbi fakte gjithmonë për të përballuar sfidat e së ardhmes, por patjetër duke reflektuar edhe arritjet e progresin e deritanishëm. Kjo është një gjë që nuk mund të mohohet dot. U bë një debat i madh në Tiranë për mosarritjen e një dakordësie për këtë rezolut. Në fakt, rezoluta ka ndonjë vlerë? Dhe ndikon kjo në procesin integrues të Shqipërisë? Po, patjetër që rezoluta në Parlamentin Evropian ka një vlerë, ka një peshë politike, po themi, negociatat patjetër që janë të varura, themi, ose të lidhura direkt nga procedurat e Bashkimit Evropian dhe nga Komisioni Evropian, i cili bën edhe vlerësimet e erëpërstershme të progresit të Shqipërisë në këtë rrugëtim. Është gjithashtu edhe një proces i cili varet nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që normalisht është një dokument i cili ka një vlerë dhe një peshë politike dhe që do ishte shumë mirë që edhe në kuadër të kësaj fryma të ishte e bashkëpunimit edhe mbështetjes të progresit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe patjetër të evidentimit të sfidave të Shqipërisë në të ardhmen në kuadër të gjithçka duhet ende përmbushur për të qenë një shtet antar në BE. Besoj se vlera është simbolike, sepse Bashkimi Evropian, kur vendos për mbyllje në hapjen e grup kapitujve për përmbushjen e standardeve, nuk i referohet rezolutave të tilla. Besoj se rezolutat të tilla Parlamenti Evropian, si kundër Parlamentit Shqiptar, prodhon plot, madje mund të jenë kthyer në statistik. Kështu që është BE-ja që përcakton rrugën e Shqipërisë. Patjetër, pra e thash që procedurat janë të caktuara edhe tashmë të bëra të ditura pra nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian është ai që vlerëson her pas here punën e Shqipërisë dhe shtetet anëtare, por në një aspekt simbolik ka një lloj peshe politike që do ishte shumë mirë që mesazhi të jepej i unifikuar, sikurse u arrit në këtë rezolutë që ne patëm miratuar në Kuvendin e Shqipërisë. Është i njëjti Parlament Evropian që para disa kohësh bëri një rezolut kur kërkonte një moratorium për sa i përket zhvillimit turistik në Zvërnec. Si lidhet kjo paralelisht me rrugën integruese të Shqipërisë, me grup kapitullin më të rëndësishëm, 27-ën që është për mjedisin, që është edhe një nga sfidat më të mëdha realisht për Shqipërinë? Si qëndrojnë paralelisht këto dy qëndrime, ndërkohë që kryeministri Edi Rama ka deklaruar që ne nuk të riqemi nga projekti? Normalisht, kapitulli 27 që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me mjedisin, është një nga kapitujt më sfidues, që kërkon një lloj angazhimi të madh, është një nga kapitujt më të rëndësishëm gjithashtu. Ne në asnjë moment nuk kemi deklaruar se jemi kundër mjedisit apo se do të sakrifikojmë mjedisin edhe biodiversitetin apo natyrën për ndonjë projekt, përkundrezi. Pritet së parë kemi së pari mirëkuptuar protestuesit për shqetësimet e tyre, ekspertët, ambientalistët e të tjerë. Së dyti, kemi garantuar që edhe në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është një garanci e shtuar për të gjithë qytetarët dhe të gjithë ekspertët të cilët janë të shqetësuar mbi natyrën dhe mjedisin se do të garantohen në mënyrë të plot respektimi i standardit të investimit, respektimi i ligjit dhe i gjithë organeve me gjithë kompetencat që i caktohet, dhe patjetër që kjo duhet parë jo si
disavantazh, po përkundër si avantazh në mbrojtje të mjedisit edhe në mbrojtje të shqetësimeve të gjithë qytetarëve apo ekspertëve mjedisor, për t'i garantuar ata se edhe fakti i këtij momenti të Shqipërisë drejt integrimit të Bashkimit Evropian është një vlerë e shtuar për t'i garantuar ata në respektim të ligjit dhe standardeve evropiane edhe në mbrojtje të mjedisit edhe të natyrës. Do të shvendosemi tek politika e ditës, tek politika e Tiranës, le themi. Përse qeveria do duhet të jepte 400 milion lekë një koncerti privat të reperit amerikan Kanye West, kur nuk ishim asnjë nevojë dhe asnjë urgjencë? Në fakt nuk ka qenë kështu, nuk ka qenë se nuk ka patur një urgjencë, ka qenë kryeministri ai i cili ka deklaruar se është një vendimarrje e marrë in extremis. Ne kemi patur një marrëveshje sipas informacionit që kam, që nuk do të shpenzonin para për këtë koncert, do të ishim vetëm pritësit, duke krijuar facilitetet e nevojshme patjetër, por për shkak edhe mbase të një lufte, të një investimi që është bërë në rrjetet sociale për të dezinformuar